والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha wa ashara bi yadihi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot: besimtari i sheh gjënohet sikur se është në rrënjë të një kodre dhe fiksohet se do të rrëzohet e kodre dhe të zë atë. Kurse gjënaqari, i shthururi, i sheh gjënohet sikur një mizë që i ndalet në hundën e tij, pastaj ja bën me dorë kështu edhe e largon. Kjo është një fjalë më të bukura të Abdullah ibn Mas'udit dhe është fjala e parë nga këshillat e tij. Edhe pse secila prej këshillave të Abdullah ibn Mas'udit e ka një trajtim special, e ka një çështje interesante. Për arsye se siç e kemi treguar në biografinë e tij, ka qenë një prej shokëve të pejgamberit sa më të ditur, njëri nga shokët më të ditur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje në bazë të një hulumtimi të shkurtër që ka hasë, domthonë ka gjatë leximeve ndryshme, mendoj se prej sahabeve që më shumë i kanë lënë fjalë, jo vetëm në aspektin e fikut dhe leximit Kuranit dhe faraidit, trashëgimisë, po edhe në aspektin e fjalëve, këshillave, pas Omerit dhe Aliut, ka mundsi Abdullah ibn Mas'udi është i treti, që ka lënë fjalë më shumë të fjalë të urta dhe fjalë të mençura që janë trashëguar gjenerat pas gjenerat dhe janë ruajtur me zell nga nxënësit e tij dhe muslimanët asaj kohe, pastaj edhe brez pas brezi. Andaj edhe kjo është njëra prej fjalëve që faktikisht tregon një trajtim interesant që tregon përmes këtij shembulli Abdullah ibn Mas'udi. Dashur vllazni, muslimani si musliman, praktikuesi, besimtari, ai që është i lidhur me Zotin, në çdo çështje të tij e ka një standard që mundohet me rujt, mundohet mos me lshu. Edhe në sevape, edhe në vepra të mira, edhe në largimin nga gjënohet, edhe në edukat, në akhlak, moral. Po në çdo temë tjetër, domethënë mundohet me pas një standard që normalisht nuk ka standardi i rëndëmt i muslimanëve. Ai që mundohet me qenë më afër Zotit, me qenë më i devotshëm. Dhe ky standard është edhe karshi gjunave. Ky standard është edhe karshi gjunave. Nga se Abdullah ibn Mas'udi në këtë rast tash po e bën një krahasim mes besimtarit vërtet, drejt, muslimanit drejt dhe gjunaqarit. Të dy të bëjnë gjunohe. Kjo është natyrshme. Të dy të bëjnë gjunohe. Të dy të kanë lëshime. Por dallimi është pastaj te lloji i gjunohet. Ky është dallimi. Pastaj dallimi është te çësja e tij pas gjatë gjunohet. Te çësja e cilit për këtyre dyve, edhe dallimi te çësja e tyre pas gjunohet. Këtu dallohet standardi i besimtarit, muslimanit ndaj atij që është jo i vëmendshëm. Për shembull e para thotë, ai e sheh gjunojnë si kodër, që gati sa nuk do me zonë. Domethënë gjunoi ka mundësi me qenë i madh, ka mundësi me qenë i vogël, kjo është e njohur, gjunoa ndohen në dy pjesë. Po në sytë e besimtarit, gjunoi vazhdimisht kthyer aq i rrezikshëm, shihet aq i rrezikshëm sikur një kodër që don me zonë. Dhe për shka e përshkruan si një kodër, thot Ibn Abi Jamra, si që tregon Ibn Hajeri në Fath, thot e përshkruan si një kodër për arsye se me ushem kodra
mundësia me shpëtua shumë e vogël, ose hiç, ose e pamundër. Edhe kështu është edhe ndikimi i gjinohave që ka mundësi me ndiku jetën e njerit. Me të kaplu gjinohat ka mundësi me përfundim të keq. Dhe kështu e shiqon besimtari i gjinohave, shiqon sikur një diçka që ka mundësi me qenë vdekje prurse. Për këtë arsye edhe ka shëmbëllu Abdullah ibn Mesudi me kodrën. Ndryshe nga ai që është gjinaqar. Ai është gjinojnë ashtë të thjesht, saqë jo kodra, po jo diçka ndaj guri i vogël ose ndaj goralec, jo, ai është sikur një mickoj, mund që thënë mickoj që nalet në hunën e tij dhe ja bën kështu me dorë. Edhe e largon. Ka thonë dietar kjo, si tregon Ibn Haxheri, prej poshtu prapë Ibn Abi Jamras, thotë kjo i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është se qatë shumë që është i adaptuar me gjinohe, saqë nuk e vren që ju ka ndalë gjinohi, që është të e bo gjinohi njëjtë sikur që nuk e vren dikush që ju ka ndalë një mickoj në hunën e tij, se vren hiç. Ky është kuptimi i parë, ose kuptimi i dytë është aq pak ka ndikim, aq pak e sheh rrezikun e gjinoheve, saqë edhe pse e vren, e te i kalon sikur mos me ekzistu. Se ban mall hiç. Hiç lodhet për ta. Ose thot poshtë Ibn Haxher rahimullah, thot ose për arsye se zemra e besimtarit mirë është e ndritshme me nurin e Zotit. Dhe momentin që prekët për gjinohet, e vren drita e tij errësirën, pavarësisht se është e vogël. Andaj edhe nuk do me përballu. Nuk i përshtatet. Nuk ka mundësi me e prit letë edhe me pranu letë. Kurse ai që është gjinaqar, ai është i mbuluar me errësira të ndryshme. Andaj një errësirë tjetër shtesë, çfarë shtesë kish me qenë të jeta e tij. Kurja dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Errësira njëra mbi tjetrën. Dhe për këtë arsye edhe nuk vrihet. Do që vllazërin, siç thash fillim, fjala e Abdullah ibn Mesudit nuk ka të bëjë vetëm me gjinohe të mëdhaja. Ka mundësi muslimani me radhën gjinohe të mëdhaja. Ka të bëjë edhe me gjinohe të vogla. Me gjinohe të vogla. Dhe kjo është tash çësia serioze që duhet me pas muslimani ndaj gjinohit. Nëse merr edhe kështu historinë përgjithësi të shokëve pejgamberit sa njerëzve të devotshëm, e sheh që arsyeja pse ata janë friksu prej gjinohave të vogla është ndoshta pikat kryesore ose arsyet kryesore janë dy. Dhe këto janë shkaqet kryesore pse dietarët e hershëm muslimanët e devotshëm janë friksu prej gjinohave të vogla. Për të mëdha është e logjikshme, është normale. E para për arsye të madhërimit që i kanë bërë Allahu Azza wa Jall. Allahu ka qenë shumë i madh zemrat e tyre. Andaj jun friksu që na me sevape nuk e di a muj me meritu të mirat e Zotit, shpërblimin e tij, e çysh kena me meritu me gjinohe. Për këtë arsye shumë fjalë për tyre thuhet, janë transmetuar për tabiinëve, për sahabeve, mos shiqo llojin e gjinohit, po shiqoje atij që jetu i bo gjina. Tani këto lloje mo bjen poshtë. Pse tani e din ti kanë jetu e kundërshtu. E kundërshtove pak, e kundërshtove shumë, jetu e kundërshtu kanë Zotin. Andaj për këtë arsye kanë thonë disa dietarëve të hershëm, ka thonë sa më i madh që të jetë Allahu, sa më shumë që e madhron Allahun me zemër, çaq më shumë friksohesh në mëkat ndaj tij. Ose edhe ndryshe kanë thonë, sa më shumë që ke njohuri për Zotin, çaq më shumë friksohesh mi bëj gjuna. Sa më pak që ke njohuri për Zotin, çaq më lehtë e ke me bëj gjuna. Andaj që kjo është njëna anë, një kënd i rrezikut ose i qasjes muslimanëve të parë, në mënyrë serioze, rigoroze ndaj gjinait është se e kanë ditë me kanë punë. Por këtë arsye Hasan al-Basri rahimahullah thotë kanu. Kur thotë Hasan al-Basri kanu, kanë qenë, është për qëllim zakonisht ka për qëllim shumicën e sahabëve edhe gjeneratët e para dietarë të mëdhej tabiinë, por zakonisht sahabët. Thotë
kanë qenë, thot, gjeneratat e para që nuk janë mashtruar me asnjë vepër të mirë që e kanë bërë, nga vetdia e tyre për madhështinë, për atë rrezikun e madh që ka gjunohin vetveten e tyre. Li'idhami dhanbi fi nufusihim. Për shkak se e kanë ditë që gjunohi veç që i bëhet si gjuna ndaj Zotit, është i madh. Është diçka që do të më pas një tretman special, për ndryshe nuk ja vlen. Po këtë arsye, nëse e këshyr në këtë kontekst, dashur vëllazëni, i shef edhe pejgambert e Allahut. Ju dini hadithin e gjatë, Sahih Buhari, Muslim, një për arsye që pejgambert e Allahut ditën e gjykimit nuk mund të ndërmjetësu për umetin, për njerëzit është se cili prej tyre e kujton ka një gjuna. Vetën. Nëse këshyr për shembull Ibrahimin alayhis salam, ai kujton 3 gjunoha të vetat. Bile thot gënjeshtra. Kur i këshyr normalisht kanë qenë gënjeshtra të kullume. Njënën ka thonë për gruën e vet, kjo është motra jam, ka pasur edhe motra e vet në Islam, që është lloj metafore. Por tjetrin ka thonë unë jam i smut, e ka pasur që do të smuna më vonë. Edhe kjo është lloj metafore. Edhe kur i ka thyer idhujt, kur i ka thonë ai ke thyer, i ka thonë jo vetëm në të madhin. Ai na shtiu kallzon. Edhe kjo është lloj metafore. Megjithatë Ibrahimi alayhis salam ka unë se unë i kom bë do gjënoj. Pse? Për arsye se pozita e pejgamberëve është aq e lartë, saqë dosane që na nuk i shohim me sy, ata i shohin me dërbi. Na as me sy, domthon me një fjalë i kena shumë dhaja para syve nuk i vrejnë. Ata i këshyrin me dërbi mos po shohin diçka. Kjo është dallimi. Por këtë arsye kur dëgjojmë edhe për dietarët e gjeneratave të para, për shembull Muhammed ibn Sirini, që ka qenë për dietarëve të mëdhaj të tabienëve. Thot nxënësi i tij, siç e transmeton Ibn Nuaym në Hilya, thot një herë Muhammed ibn Sirini ka fundi jetës tij u mërzit shumë, u brengos shumë se i ra një farë belaje një borxhit edhe s'më kemë largu borxhin kur qysh. Edhe pse ka qenë tregtar, ka qenë domthon pasionik në jetën e tij, po kështu i ka ndodhur një herë për herave. Dhe thot, e di thot për shkak ka ndodhur që kjo mërzi, pse më ka ardhur që kjo breng, që kjo mërzi. Thot pse? Thot se njëonit para 40 vjetë i kom thonën o i falimentum. Para 40 vjetë. I kom thonë o i falimentum dhe që tash falimentova unë. Kur i kanë kallëzu Sulejmanit Daranit, edhe i ka qenë për djetarëve të Mocanek të kohës ti, po ma i risaj, për djetarët maj kur i kanë kallëzu për qëtë rast, ka thonën këta njerëz kanë pas gjënohe pak, po këtë arsye e kanë ditë gabimet e tyre pe cili gjëna i kanë. Kurse na s'muj me ditë pe cila gjëna i kanë, se s'muj me llogarit, as muj me numëru. Mu je interesante Muhammed ibn Sirini, të më thonë, jo vetëm që i ka kujtu gjënohin, që i ka kujtu, që pe llogarismi që kanë pas shumë pak gjënohin, që ka thonë edhe, që ka qenë edhe traditë dietarëve të hershëm. Ka di që ka bu filan gjënohin, i ka pas prafoshtesh gjënohet e veta në kontrol, si kanë ikë për vetit. Po shumë interesant qysh e ka majtë men qatë gjëna edhe e ka llogarit që Allah i ashtu ja kthyn këtë dynjë, ashtu e dënu për çata. Çka interesant. Që kjo është një çështje tjetër dashur vëllazëni. Se ka mundsi njëri kur bën ibadet shumë, kur është i lidhur shumë me Allah, me godit diçka në sprovë, thot Allah i po do më ngrit gradën. Po do më rrit hala më shumë, po do më dhon sevape hala më shumë. Kjo s'ka qenë pazari i Muhamedit ibn Sirinit. Ai se ka menu gradën, ai ka menu ku e ku mbu gjinojnë, a filonin e pas na bu, e pas na marrën dënimin këtë dënjë më një herë. Kur? Faktikisht mas 40 vjetë, e ka marrë më 40 vjetë, këtë muhabeti. Domthon, nëse e këshyr gjithë aspekt e këshyr se ata janë friksu për gjinohave, jo ndoshta vetëm për shkak sasisë, por edhe për shkak rrezikut se kujna janë të i bëjë gjëna. Dhe kjo ka qenë tema kryesore, themelore të ta. Pika e dytë, për mos zgjat shumë, e janë friksu për gjinohave të vogla, nga se e kanë ditë që gjinohat e vogla janë derë për gjinohat e mëdhaja. Janë porta e gjinohave të mëdhaja. Gjinohat e vogla çojnë te gjinohat e mëdhaja. Nëse adaptohet njëri, mësohet me gjinohat e vogla, mënohet me i tejkalu, mënohet mos mjavnu veshin edhe synin, atëherë mas një kohë, e shet që gjinohat e mëdhaja nuk i dukun shumë të rona. Nga se
mësohet, adaptohet me ta. Për këtë arsye po ashtu një prej dietarëve të hershëm thot një person i cili nuk ja vë vëmendje gjinave të vogla, kurse është i kujdesshëm ndaj gjinave të mëdha, i ngjason një njeriu i cili është në rrugë duke ecë shkretin dhe i del një luan edhe ky lufton me ta derisa e mbyt. Pastaj pas një kohë i del një gjarpër ose një diçka e frikshme, lufton me ta derisa e mbyt. Dhe pas një kohë vjen një akrep i vogël. Edhe thot leje se s'ka ku xhabitina. Thota nuk e din se nëse çaty e ka vdekjen. Peqet i akrepit vogël. Ose me një transmetim tjetër thot i vjen thot një bubrec i vogël. Thot edhe e lën. I vjen një dytë, i vjen tretë, thot bubrecat vinë thot tu e thin një tjetrin, thot vinë thot edhe çaty thot është përfundimi i tij. Çështu e llogaritin e shohin gjinohin e vogël që ka mundësi me u shpeshtu edhe me u bë i madh. Edhe mu adaptu njeri me ta. Por këtë arsye kur i lexon këto thonje, ty të kanë ta më mendja që në bazë të standardit na që kena ta më mendja që ashtu është zmadhu shumë kjo punë. Ashtu u bë tepër hiperbolizuar e madhe shumë diçka. Realitet ashtu zmadhu te njerëzit që nuk janë serioz. Kurse te njerëzit që janë serioz nuk është e madhe. Për arsye se të dyjat e kanë njëjtën emër. Të dyjat e kanë një gjëna. Pavarësisht a e shohmi si të vogël, a e shohmi si të madhe. Për këtë arsye poeti thot: "Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha." Lej gjinohet, qofshin të vogla apo të mëdha. Thot wasna kamashin fawqa al-ardi yahdharu fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara. Thot edhe kujdesu sillu sikur një person i cili ashtu hec me një tokë e cila ka xhamba. Xhambat këtë janë mëdha, ka mundësi të vogël më kon, po megjithatë janë xhamba, megjithatë janë çka mund me dëmtu. Edhe ai është i kujdesshëm se çka me prik. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. Mos e nënversoni të voglën, gjinohin e vogël, nga se edhe kodra është me gorës të vogël, copa. Po bëhet e madhe kodër. Andaj kjo është qasja e dietarëve tonë dashur vëllazëni muslimanëve ndaj gjinohet. Edhe një çështje edhe për përmbyllje. Kur jemi na të fol çështo për gjinohet vogla, tash secili prej neve, unë i pari, ju të tjerë, e ndjen vetëm pak një farlloj dëshpërimi, me thonë na ku na bën gjinohet vogla na si na kurko. Na gjinohet e vogla mos ina sikur çato çajfar lloj gjinaçarëve që veç ja bën me dorë çështo. A diçka më keq se ç'i kjo vllazni. Edhe disa gjinohet mëja na e bojnë çështo. Smuja më e përhapur e muslimanëve është gibeti, nuk është për gjinohet të vogla. Kurse gibeti është, që thonë arabt, gibeti bë fruti i mezhlisit. Fruti që ta ndresh mezhlisin, ta knosh mezhlisin. Mesin e muslimanëve. Kurse Allah, ata që ban gibet e ka thujë sikur që e han mishin e vllaut të vdekur. Dietar ka thonë kjo është argumenti i qartë, pa hin në argumente të tjera, argumenti i qartë te Kuranit që gibeti është për gjinave të mëdha, nga se coftina është ndaluar me hongër. Dhe përderisa Allah e ka llogaritë sikur i vdekur, vllau jot që i ke bë gibet ndaj tij, llogaritë që është gjëna e madh. Sikur që është gjëna e madh me hongër coftinën, pa qenë gjendje të jashtëzakonshme ose domosdoshmërisë. Andaj, nëse e këshymin të gjinohet e tjera, na me këshymi të voglat, na do më thonë, nashti nuk kena mri halot e qaj pazar, aso në as ju. Po ajo çka është më rëndësia është që do të mëdhaja që kanë hinë mesin tonë, na i natu i pasit voglat, që kjo rrezik. A dini çka është edhe më rrezik se që kjo vllazni? Hala më keq se që kjo? Se dia u kon më herët. Tash është hala më keq se standardi i ikjes, i rujtjes nga gjunahi është banalizuar qatë shumë edhe pe muslimanëve. Më rujti pe gjunahi, shaka mërë kjo njeri shka u tranu. Shaka mërë kjo, ku nisë mërë kjo, anë honë ashtë të desh me jetua, anë malë për dënë me shkua. Aty në ashtë të më rujt pe gjunahive shumë normale në jetën tonë të përditshme. Njerëzit musliman, jo musliman, s'po thamë, unë e thamë edhe praktikus, ty të shofin, nëse rujti pe gjunahive, shofin që të si në rregull,
nuk je mirë. Kurse kjo është tema që ndihshme që musliman s'po ku do të më thonë Allahu inshallah ja lecon këtij vllau që punot mbrojt për gjinave. Allahu e rujt, Allahu e shpërbleft, Allahu e boft ja bof sevap për këtë çështje, për këtë vetëdijshmëri, për këtë seriozitet për mbrojt për gjinave. Na i bëjmë gjinohet, i nënvlerësojmë gjinohet, edhe nënvlerësojmë edhe rrezikun e gjinave. Thojmë hajt bre. Hajt se ti jetën në Zvicër. Pshili sytë edhe graj. Se tash u prish dënjaja, u prish jeta. Ju prish njerëzit, tash ki kam me ik, domthon momentin që ju prish njerëzit do të dish më prishën. Por ndryshe s'mor me jetu. A është e njëjtë jeta që na tu jetu dhe jeta marrë? Jo, unë e di, na këtë e dim. A mujmë na me majtën një standard mirë të një muslimani, çish do të më thonë, shumë vështirë. A shumë vështirë. Edhe na shpesh na hoxhallore, na domthon bim na për gjënohe që normalisht para 50 vjetë çato gjënohe pas hoxhallore se dia ai ishin fal mas neve njerëzit. Mirë po, a është pastaj e logjikshëm me thonë rreni për mos e teprani ashtu, mos e bani kështu, mos e kjo është tani ligjëratë e shejtanit. Dhe që do njeri mundët me kërku falet e Zotit, me boj istikfar, mu pendu, mu kthy. Kur ty bëndi që kjo pozita që to që hezbe se sa shkjo punë kur gja, hezbe se ti në Zvicër, ku po do me jetu, këtë sene, tani këtu ka himo në lojën e shejtanit. Ai pastaj të kallëzon ty që faktikisht kjo sa shështu, kjo nuk u konë qështu, këta e keni tepru, këta e keni bo kështu, këta e keni bo kështu, edhe nashti çato të mira që i kanë bo prindët tonë, i munu më rujt për harameve, neve na dokun ata që i konë bëdallë. Kurse ata e kanë ditë halalën e haramin edhe ju tut pe haramit, më shumë se sa që tut me nasat. Për këtë arsye Allahu i ka rujt për disa veprave të këqija prindët tonë dhe pasasit e tyre që nasat s'u më rujt fëmijët tonë. Për shkak ndikimit këtë që kanë gjënohat në jetën tonë. Andaj dashur vëllazëni, me e njoftë rrezikun e gjënohave, është pjesë e muslimanit standardi i tij derisa të ekzistojnë këtë dynjë. Ndesh jetoj në Zvicër, ndesh në Kinë, ndesh kudush. Më mënu më rujt për gjënohave është po ashtu projekti ti i pandashëm, sa t'kin këtë dënjo. Me mënu me kuptu rrezikun e gjënohave, du t'jetë vazhdimisht preokupimi ti, gajle e ti, brengë e ti që më rujt për gjënohave. Dhe ndoshta me gjitha këto, edhe me istikfarin, ndoshta kena një arsye para Allahut që Allahu me na fal, edhe me na fal gjitha veprat e këqija që i bojmë edhe që ndoshta disa prej tyre as kena mundësi as me ik, as me largu prej tyre. Allahumma amin. Kurse me qenë ndryshe, me pasat çështën e fundit, çështën liberaliste, sekulariste të fesë, prezantimit fesë, atëherë kena marrë me një pozitë që këqija me bo s'ka marrë, të mira me bo, kam janis me marrë për njëri tjetërt. Allahu na rujt. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad.